Gjykata penale e Tiranës ka lënë në burg të tretë arrestuarit për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Autori Elvis Shkambi dhe xhaxhai i tij Gjon Shkambi i kanë kërkuar falje familjes së gjyqtarit në sallën e gjyqit. I kërkojmë falje publike familjes së gjyqtarit. Ngjarja ka ardhur si shkak i tronditjes së lartë psiqike për shkak të kalvarit të gjatë të gjyqeve. Gjykatat nuk e zgjidhen çështjen e pronës. Avokati deklaroi se Elvis Shkambi e kishte armën pa leje dhe ka punuar si punonjës sigurie në disa institucione. Në momentet që ka ardhur vetia, ai ka pritur forca policisë dhe ka dorëzuar pistoletën njërit nga punonjësit të shërbimit në gjykatën e apelit dhe ka pritur punonjësit të policisë, nuk është larguar, ka pas mundësi që të largohet, e shprehoi edhe vetë në gjatë gjykimit. Arma nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkambi pretendon që ka punuar në disa institucione të sigurisë, të cilat ne do i servojmë në një moment dytë. Punojësi i sigurisë Banush Koxhaj akuzohet për shpërdorim detyre pasi nuk ushtroi kontroll fizik pas sinjalizimit të detektorit për sende metalike. Ai deklaroi në sallën e gjyqit se atë ditë ka qenë i sëmur duke theksuar se vuan nga diabeti. Kam qenë i sëmur para se me kalu palet në skaner. Unë kam lajmëruar dhe kancelaren se nuk ndiej mirë pasi vuaj nga diabeti. Një orë më pas kancelaria më ka dhënë leje për t'u larguar, por nuk jam zëvendësuar. Prokuroria akuzon xhaxhain e autorit të vrasjes si përkrahas në krim. Sipas organit të akuzës, ai nuk ndërhyri për të ndërprer veprimet kriminale të nipit të tij. Madje ka qëndruar i qetë gjatë kryerjes së krimit, çka krijon dyshime se ai ka pasur dieni për planin. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u qellua në sallën e gjyqit me 3 plumba, sapo dha vendimin për kthimin e çështjes në shkallë të parë. Prej vitesh familja Shkambi ishte në proces gjyqësor me familjet për pronësinë e një godine në lagjen Skënderbeg në Shkodër.